feedbacku për vlogun e parë që bëra me mamin. Rita Rosa Vlogs. Jam duke bërthojnë, jemi këtu tek Art by Simona. Kam vë kapelen Barsezi. Atëherë, super vlog, kam qesh me lot, po të euro 2024 Albania. Thank you. Duhet hyja live, pa tjetër. Shqipe Rosa? Si quaj kjo? Natural Queen. Më pëlqen zemër, ta fosdorën për me? Okej. Atëherë, të them unë për vlogun. Që nga hapja, që unë i bie derës, edhe e hap derën mami e palyer, ajo ka ndodhur në të vërtetë. Ka ndodhur në kohën kur unë dhe mami jetonin bashkë në një shtëpi. I kam rënë derës, mami më ka hapur derën e palyer, e palrymuar, dhe unë i kam thënë, më falni, Rita Latin po kërkoj. Ka ndodhur vërtet. Edhe mami a një sekond pa thras, më ka thënë, kam bërë derën, ka bërë buste kuqe, ka rregulluar flokët. Dhe pastaj ka hapur derën prapë, e tha, më fal, është Rosa, keq mami se hap derën zonja pastrimit. In real life, ka ndodhur vërtet. Dhe që ajo puna e përgjimit të mamit tek dera, gjithë adoleshencën time, kur unë zihesha në telefon me të dashurin, gjithë rinin time, se tani mo, avash po kap të 40 atun. Po jetë. Mos tërgo fare se më tuk është. Dhe edhe nga balkoni. Okej, kthehemi. Gjithë jetën mami këtë sken ka bërë. Do me thënë, tek shtëpia jo, shtëpia e mamit, unë kam dalë jetoj vetëm, por tek shtëpia e mamit, mu ke dera dhomës time, Rita vuri një mobilje që mbante libra, rresht librat. Edhe kur e kam parë atë mobiljen aty, i thash mamit, po mami thash, po pse ke vënë këtë mobilje këtu? E po kishte nevojë këtu, kishte nevojë. Kështu ishte justifikimi i Ritës. Dhe sa herë që unë zihesha në adoleshencë me të dashurin në telefon, Rita bëte sikur i merrte plurat librave dhe më dëgjonte mua për gjonte. Dhe të nesërmen, kur një the, o ma, do pshofësh çik filxhan, sepse Rita është aktore me diplom, ka mbaruar për dramaturgji te Akademia e Arteve, nuk është nga rruga aktore, teksa këtu me dy viza poshtë, është aktore e mirë fillt me diplom, dhe në Akademinë e Arteve një ndër lëndët që kishte në atë kohë, kishin si orë mësimi dhe llumin e kafes për të formuar figura dhe për të lexuar dhe për të lidhur figura për çështjet fantazisë, diçka e tillë. Dhe Rita këtë punën e filxhanit me lidh figurat edhe me fol e ka bërë në shkollë, këtu ku ka qenë mami im studente në akademi. Dhe e ka marrë këtë si kartë në xhep, që kur bëjt në ditë me gocë, mesazhet t'ja japi në mënyrë indirekte, sepse kur më ulte përballë, që ul mamaja fëmijën e vet përballë dhe jep këshilla, edhe unë si çdo gocë e vogël, na çave kokën lerat, edhe unë kështu ja prisja shkurt. Kështu që Rita me mua, duke qenë se ka qenë vetë mamë, vetë bab, ka provuar gjithë teknikat e ndryshme që të më jepte mesazhet e veta. Dhe një ndër to ka qenë filxhani, kur pinin kafe turke, që zën darkën me dashur në adoleshencë, edhe Rita si thatë nesër madhëm, shohë që çik filxhan, se më diqte mua. Dhe Rita pa tjetër disponueshme, dhe qa më dëgjonte mua tek dhoma, mi thoshte në filxhan. Për shembull, tek vlogu unë kam thënë Adela, mirë pra gjo Adelën. Tani, unë personalisht nuk njoh asnjë Adela. I don't know any Adela. Prandaj dhe emri që përzgjodha ishte Adela, që asnjë shoqe jetime të afërt apo të largët t'i ngelte hatri. Prandaj kam zgjedhur emrin Adela. Se emrat të tjera gocash njoh. Edhe prandaj dhe mami pastaj të vlogu në filxhan tha, ke një me aktë, një me asta, do të mirë kjo aja. Që prandaj është bërë kjo lidhja. Dhe mesazhet që më jepte mami në adoleshencë, edhe në rinin time të hershme gjithmonë, ke që mami ke dy sy që të ndjekin, kështu që kur ti je rrugëve, sillu me klas, gjithmonë se është njëri që do të propozoj, por po të ruan, ku të gjej momentin të të afrohet. Teknikat e Ritës to që unë të sillesha serioze rrugëve, mos lija nam edhe të isha një gocë nobel. Më kupton? Prandaj dhe në këtë vlog e nisëm me zgjimin e mëngjesit, me kafen ton, po normalisht duhet futej një copës nga darka që të lidhej muhabeti, që unë gjoja zie me të dashurin në dhomë dhe mami më përgjonte dera. Sepse janë vërtet real life things që neve vërtet na ka ndodhur. Dhe muhabeti në fund që thotë Rita Lati,
Kur qosh në ditë e mamë, ke që mami se ke ngeli qik me barë, që 5.000 euro bon është e vërtet, mami është interesu me vërtet. Sepse Rita do që unë bëj një bebe, por unë dua familjen. Unë dua një baba të jetë i qetë me mua, dhe jo të jetë i qetë për rrugën, për lagjen, për shok të punës. Nuk dua këto fasadat e meshkujve që janë të qetët e urtët e dhëtme të tjerë, ama në shtëpi thyen shtëpinë nga nervat për i fjalë goje, edhe varin turit për çdo gjë. Ke parasysh? Not like that. Kështu që Rita Lati të ri aty të ulet, sepse tjetë puna për bebe, unë dua familjen. Çfarë ka gjumani këto live stream. Kështu që je pretty much, më tregoni ju zemrat e mia se si e pritët. Pash disa mesazhe në YouTube, në mesazhe, desha thoya komente në YouTube, edhe më kam pëlqyer shumë, ma keni knaj zemrën. Atë Gjeni thot Roza shpirti, Roza zemra thot Nela, inshallah një familje si je vet ka dashur thot Kristiana. Thank you. Gjeni thot qa bon ojull ku ke qenë ojull i bukur. Hej zemër ja duke u marrë me këto xherimet. Jemi stresu i qik, po ja dolëm, jam stresuar për shtëpinë, kërkova një shtëpi që t'ishte shtëpia Rozës edhe Ritës, se shtëpinë Tiranë që të ketë 2 dhoma gjumi me 2 krevate dopjo, vështirë, o ka një krevat dopjo dhe 2 dhoma tjetër me krevat fëmijësh, me 2 krevate tek, shumë vështirë, por Vini që është drejtuesi Co-Art Production, më ka ndetur në kram, ka ndihmuar shumë Vini, Elvin Minaj. Ai më ka dhënë një dorë shumë të madhe dhe jam shumë mirënjohëse. Erjona thot ju po shkëlqes si gjithmonë. Çaj vendi e gjetë shtëpinë? Shtëpia jonë është nga Vorri Bomit. Tamam. Atje ishte shtëpia. Bëj më të gjata vloget me mamin, thot Sergio. Sergio, ideja është, unë ka stile i bëra të shkurtra, më saktë, jo të vogla. Ka stile i bëra të shkurtra vloget, sepse syri i publikut është dembelosur shumë, mos harro që këto reelset, këto TikToket, e kam bërë njeriu që bëj scroll tërkohën dhe thash se sa të bëjmë vloget të gjata, e thash bëjmë diçka kompakte të përmbledhur që mos të mërzite njerëzit. Por nëse ju i doni më të gjata, patjetër, me kënaqësi më të madhe. Sa e bukur kapela, thot Sara. Hello Sara, thank you so much. Kapela është nga Barzezi. Do kemi ndonjë program të ri këtë vit, thot Suela. Suela konkretizoi pyetjen motës, nuk e kam iden për çfarë po thua, për çfarë programi të ri e ke fjalën motër. Unë dhe mami po bëjmë vloget. Vlogu radhës për të hënën tjetër. Suki. Vlogu radhës për të hënën tjetër, unë dhe mami kemi dëshirë, duke qenë se jemi në dhjetori është magjik dhe janë festat. Unë dhe Rita kemi qejf të shkojmë tek sheshi Skënderbej, të provojmë ato lodrat, të pim sangria të nxehtë me Jo, është furrat. Jo, hoqa furrat? Ishe dorën nga aty? Me kënd? I hoqa me çizmet? Da fali njëse. Is it okay, sis? Yes. Okay, hajde. Osa më ke knaqë shpirti se